Zoti Balliu, po për të nisur nga situata në një rast tjetër, kur zjarri nis nga pakujdesia ose qëllimisht, dhe deri ku shkon në këtë rast përgjegjësia e shtetit për parandalimin e përhapjes së tij. Për shembull, policia ka njoftuar arrestimin e një 70-vjeçari në rastin e fundit të dyshuar për zjarrvënie në zonën e Abazës. A mjafton arrestimi i autorëve apo duhet hetuar nëse ka pasur neglizhencë institucionale dhe ku qëndron menaxhimi i territorit dhe masat parandaluese? Tani që ka neglizhencë institucionale ka, sepse kjo është rasti përsëritur. Pa nuk është hera e parë që Shqipëria përballet me këtë. Nga ana tjetër, unë nuk dua të bëj politikë me këtë them që është i gjithë i faqe qeverisë. Po marrim rastin që mund të ndodhi, vjen dikush, çmendet, vë flakën dhe nuk ka çfarë i bën qeveria se nuk parashikon dot që është çmendur apo s'është çmendur dikush tjetër. Por minimalja që ti shikon seriozitetin e shtetit është që punojësit e tu, të cilët ti i çon në vit parë të zjarrit, të jenë të mbrojtur. Unë nuk mendoj që kërkohet shumë. Tani kjo qeveri që ka lek për të çuar sateliti 1 e sateliti 2, mund të kishte minimalisht mundësinë për të çuar një pjesë të fondeve tek siguria, tek zjarrfiksit, që ata mos rrezikojnë jetën e tyre. Nuk mendoj që është kërko shumë, se me që kanë rrogat më të ulta në gjithë Europën dhe në gjithë rajonin, por të paktën mos i çojmë atje për të vdekur. Kjo mendoj që është kërkesë minimale. Dhe fakti që ky shtet nuk merr përsipër më dhe nuk shikon nga syt më as jetën e punonjësve të shtetit, vetëm mund të imagjinohet se çfarë mendon për çështje të tjera. Këta kanë vetëm një qëllim dhe ai është vazhdimi i vjedhjeve, sepse janë kapur në aq shumë krime në flagrancë, sa tani duhen para të pafundme për të blerë sa më shumë të kenë mundësi në drejtësi, në mënyrë që mos shkojnë burg, se sa më i madh të jetë krimi, sa më shumë krime të kapesh, aq më shumë para të duhen për të blerë lirinë tënde. Kjo është realiteti dhe kjo është ajo që po ndodh në Shqipëri. Dhe këtu keni për shembull rastin e Belinda Balluku, po edhe të Edi Ramës.